Lëkura e bananes bën çudi për dhëmbët tuaj, ja si duhet ta përdorni. Zakonisht nga banania jemi mësuar që ta amë vetëm pjesën e brendshme, ndërsa të jashtmen e flakim. Por në fakt, dobit e vitaminave nuk janë vetëm te tuli, por edhe te lëkura. Kështu që herën tjetër mos e flakni lëkurën e bananes, të paktën jo pa e përdorur për një qëllim. Lëkura e bananes bën çudi për pastrimin dhe zbardhjen e dhëmbëve. Gjithë çfarë duhet të bëni është që me pjesën e brendësi të lëkurës të fërkoni për 2 deri në 3 minuta dhëmbët dhe mishrat përreth tyre. Pas kësaj lani dhëmbët normalisht. Një veprim i tillë sipas Brightside përsëritet një herë në javë dhe do të shikoni se dhëmbët tuaj do të jenë më të bardhë dhe mishrat e dhëmbëve më të shëndetshëm. Kjo është një mënyrë natyrale e cila mund t'ju ndihmojë kundër shqetësimit të zverdhjes së dhëmbëve në kushte shtëpie për të dhënë rezultate më të mira. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku